Ndër të tjera në lajme do të ndiqni, ministri Karakaçi deklaroi se kompania e huaj u tërhoq nga ndërtimi i Porto Romanos për shkak të rritjes së kostove dhe kompleksitetit të tenderimit. Shqipëria vendos kriteri minimale financiare dhe rregulla të reja për qëndrimin e të huajve, synohet filtrimi ekonomik dhe formalizimi të rregullt të punës. Qeveria ka vendosur të subvencionojë transportin publik pas rritjes së çmimit të karburantit. Kompanitë e kërkonin këtë prej disa ditësh. Në Shqipëri do të krijohet fondi kombëtar i mjedisit, do të jetë një instrument financiar publik për mbështetjen e projekteve mjedisore. Ju përshëndes zonja dhe zotërit, do të jemi bashkë me lajmet qendrore. Në nisje të vizitës së tij 2 ditore në Itali dhe Spanjë, kryeministri Rama u prit në Rom me ceremoni zyrtare nga kryeministri Meloni. Asnjë qeveri italiane nuk ka patur një program aq të ngjeshur bashkëpunimi me Shqipërinë sa qeveria Meloni, deklaroi Rama pas takimit. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka nisur një vizitë zyrtare në Rom. Rama u prit me ceremoni zyrtare në Pallatin Chigi nga kryeministrja e Republikës së Italisë, Giorgia Meloni. Pas pritjes, 2 homologët zhvilluan një takim kok më kok, ku në fokus ishte ecuria e bashkëpunimit mes 2 vendeve, si dhe mundësitë për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalshe. Në bisedime u trajtuan gjithashtu çështje me interes të përbashkët në nivel rajonal dhe evropian, përfshirë zhvillimet aktuale dhe sfidat që lidhen me integrimin evropian. Pas takimit, Rama bëri këtë shënim në rrjetet sociale. Të gjitha qeveritë e Italisë në 35 vitet e fundit kanë qenë posaçërisht dashamirëse ndaj Shqipërisë, por asnjë qeveri italiane nuk ka vënë në lëvizje një program kaq të ngjeshur bashkëpunimi strategjik me Shqipërinë, sa qeveria e Giorgia Melonit. Afrimi i mëtejshëm me Italinë, përmes projekteve të mëdha e konkrete, sjell më shumë zhvillim me siguri për Shqipërinë. Italia mbetet një nga partnerët strategjik më të rëndësishëm të Shqipërisë, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në ato politik, ndërsa takimet të tilla konsiderohen si një hap i rëndësishëm për forcimin e mëtejshëm të kësaj marrëdhënieje. Vizita e kryeministrit Rama në Rom, si dhe ndalesa e radhës në Barcelonë, ku do të takojë edhe homologun spanjoll, zhvillohen në kuadër të angazhimeve ndërkombëtare dhe përpjekjeve për të rritur bashkëpunimin me partnerët evropian në funksion të zhvillimit dhe integrimit të vendit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, deklaroi se kompania huaj u tërhoq nga gara për ndërtimin e Porto Romanos për shkak të rritjes së kostove dhe kompleksitetit të tenderimit. Gjatë një interpelance në Kuvend, ai theksoi se ky port synohet të jetë një nyje e rëndësishme rajonale. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, gjatë një interpelance në Kuvend, ka sqaruar arsyet pse kompania e vetme në garë është tërhequr nga ndërtimi i portit të ri të Durrësit. Sipas Karakaçit, Porto Romano është një projekt me standard të lartë dhe për këtë arsye edhe tenderimi vështirësohet. Porto Romano është një projekt sigurisht që kërkon kohë, përkushtim dhe standarde të larta në zbatim. Sfidat e tilla si procesi i tenderimit apo kompleksiteti teknik janë pjesë natyrshme e një vepre të kësaj përmase. Tenderi apo procedura prokurimit ka një ligj posaçëm, që është ligji i prokurimit publik, ka patur 2 procedura konkurruese. Në procedurën konkurruese të fundit që ju i referoni, ka patur 5 subjekte që kanë aplikuar, ka patur një subjekt i cili është kaluar në fazën përmbyllëse, që është shpallur si ofertues i suksesshëm, por me të drejtën e tij, ky ofertues është tërhequr, ka bërë dhe një njoftim për sa i përket elementeve të kostove të projektit, duke njoftuar që fondi përkatës i procedurës nuk e përmban tashmë koston që ka projekti, pasi patjetër krizat, inflacioni dhe elementet që po ndodhin sot në Europë dhe në botë e impaktojnë kostën e tij dhe si e tillë është tërhequr. Kjo është një procedurë krejtësisht normale. Karakaçi gjithashtu foli për kapacitetet e portit të ri dhe domosdoshmërinë e ndërtimit të tij, si dhe theksoi se marina e Durrësit nuk ka asnjë ndikim në port. Për dekada më radhë, porti i Durrësit ka qenë një port që ka mbajtur mbi sube funksione të shumta tregtare, industriale dhe urbane, duke kufizuar zhvillimin e qytetit dhe potencialin e vetë portit. Kapaciteti i portit Durrësit sot është për të menaxhuar maksimumi 200.000 kontejner. Ndërkohë, porti i ri tregtar i Porto Romanos ka kapacitetin e parë 600.000 kontejner dhe në fazën e avancuar të tij deri në 1 milion kontejner. Marina e Durrësit nuk e impakton në asnjë moment operacionalitetin e portit të Durrësit. Pse?
E para, faza e punimeve, pra faza aktuale, nuk cënon, siç e thash, asnjë aktivitet të përpunimit të mallrave. Tashmë gjithë faza e parë i është dhënë subjektit Marina Durrës dhe porti i Durrësit vazhdon aktivitetin krejtësisht normalisht. Faza e dytë fillon vetëm pasi porti i Durrësit transferohet në portin Pasartës. Ministri gjithashtu tha se ky port synohet jetë një nyje e rëndësishme rajonale. Investimet e reja pritet të transformojnë rrjetin energjetik në veri të vendit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, në Kuvend prezantoi marrëveshjen për modernizimin e infrastrukturës së transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, e cila synon rritjen e sigurisë së furnizimit dhe përballimin e një kërkese në rritje. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, prezantoi në Kuvend marrëveshjen për përmirësimin e rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike në veri të vendit, në vijim të ndërhyrjeve pas tërmetit të vitit 2019. Sipas ministrit, marrëveshja parashikon rritjen e sigurisë teknike të rrjetit, garantimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe përballimin e kërkesës në rritje, sidomos në zonat me zhvillim urban. Objektivat kryesore që përmban kjo marrëveshje janë rritja e sigurisë teknike të rrjetit, garantimi i furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike, përballimi i kërkesës në rritje për zonat me zhvillim urban, përmirësimi i treguesve të performancës si dhe ulja humbjeve teknike në rrjet. Në kuadër të kësaj marrëveshje parashikohet realizimi i disa projekteve strategjike, siç është ndërtimi i nën stacionit në Shëgjin dhe në Fushkruj, rindërtimi i nën stacionit Shkodra 2 dhe rrjetit të shpërndarjes, si dhe instalimi i sistemeve moderne të telekontrollit për rritjen e efikasitetit të operimit të rrjetit. Ministri bëri me dije se gjatë viteve të fundit janë realizuar investime të konsiderueshme në veri të vendit, duke përfshirë ndërtimin e nën stacioneve dhe shtrirjen e qindra kilometrave linje energjetike. Financimi që do sigurohet për te prej kësaj marrëveshje është në vijim të një programi të gjerë investimesh dhe të rëndësishme në sistemin energjetik në veri të vendit. Është e rëndësishme të theksoj që vetëm për gjatë viteve 2023-2026, OSHE ka investuar rreth 32 milion euro në 4 qarqet e veriut, Shkodër, Lezhë, Kukës dhe Dibër. Çfarë kemi bërë? Janë rindërtuar dhe apo rekonstruktuar 2 nën stacione dhe disa linja 35 kV. Kemi shtruar mbi 600 km linjë tensioni të mesëm dhe të ulët dhe janë riparuar me 10 kabina ku përfitues janë mbi 200.000 banor dhe bizneset të shumta të këtyre qarqeve. Ndërkohë, një vëmendje veçantë është kushtuar edhe zonave të thella malore, ku problematikat mbeten më të theksuara për shkak të kushteve gjeografike. Shqipëria vendos kriteri minimale financiare dhe rregulla të reja për qëndrimin e të huajve, duke synuar filtrimin ekonomik dhe formalizimin e tregut të punës. Rregulloria e ndryshuar për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Shqipëri është botuar në fletoren zyrtare. Këto ndryshime sjellin jo vetëm procedura të reja administrative, por edhe një ndikim të drejtë për drejtë në tregun e punës dhe ekonominë vendase. Një nga risit është vendosja e certifikatës së regjistrimit për shtetasit e Bashkimit Evropian, të cilët qëndrojnë në vendin tonë më shumë se 3 muaj. Aplikimi do të kryhet online në portalin i Albania. Për familjarët e tyre që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian, parashikohet edhe pajisja me kartë qëndrimi. Në të njëjtën kohë, vendimi përcakton kritere minimale financiare për të huajt që kërkojnë të qëndrojnë në Shqipëri. Konkretisht kërkohet provë për burime jetese prej të paktën 300.000 lekësh në vit për person, ose të ardhura mujore jo më pak se paga minimale në Shqipëri. Ky prag synon të filtroj hyrjen e të huajve në funksion të qëndrueshmërisë ekonomike dhe të shmang presionin mbi skemat sociale. Ndryshimet prekin drejt për drejt edhe tregun e punës, duke sjell kategori të reja, duke formalizuar disa sektor. Një prej tyre është leja unike për punëtorët e shtëpisë si dadot. Për këtë kategori kërkohet kontratë pune dhe deklarimi plot i të dhënave të punësimit, përfshir pagesën mujore bruto dhe informacionin mbi punëdhënësit. Një tjetër ndryshim është për shpejtimi i procedurave. Pas aplikimit për leje qëndrimi, i huaji do të pajiset brenda një dite pune me leje provizore, e cila ka vlefshmëri 1 muaj. Kjo pritet të lehtësojë ndjeshëm procesin për individët dhe bizneset që kërkojnë të punësojnë të huaj. Gjithashtu të huajt duhet të dorëzojnë vetë deklarimin e gjendjes gjyqësore dhe kanë detyrimin për të provuar burime të mjaftueshme financiare. Certifikata e regjistrimit dhe kartë qëndrimi do të ofrohen pa tarifë shërbimi, duke reduktuar kostot dhe duke nxitur formalizimin.
Pensionistët e diasporës dhe të huaj që zgjedhin të jetojnë në Shqipëri do të përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat personale. Projekt ligji depozituar për diskutim në komisionet kuvendore synon ta kthejë Shqipërinë në një destinacion të preferuar rezidence. Qeveria synon kthimin e Shqipërisë në një destinacion të preferuar rezidence për pensionistët e huaj dhe diasporën shqiptare, duke nxitur atë që quhet ekonomi e argjend. Në projekt ligjin e depozituar për diskutim në komisionet kuvendore për ndryshime në ligjin për tatimin mbi të ardhurat, propozohet që të ardhurat nga pensionet dhe shpërblimet e tjera të ngjashme, të përfituara nga një shtet i huaj sipas legjislacionit të atij shteti, nga individë të cilët janë rezident tatimor në Republikën e Shqipërisë, të përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat personale. Ky propozim vjen si një përgjigje e nevojshme ndaj dinamikave të reja demografike dhe ekonomike në rajon, në kushtet e një konkurrence të fortë për tërheqjen e rezidentëve me të ardhurat të qëndrueshme nga vendet e zhvilluara. Në këtë kontekst, projekt ligji citon se heqja e barrierave tatimore për pensionet e përfituara jashtë vendit i jep Republikës së Shqipërisë një avantazh strategjik. Propozimi i këtij projekt ligji dërgon një sinjal të qartë dhe ftesë për diasporën shqiptare, pasi ky përjashtim tatimor shërben si një instrument efikas stimulues për të inkurajuar ata që vitet e pensionit t'i kalojnë natëdhë. Sipas dokumentit, të ardhurat nga pensionet e huaja përfaqësojnë një kategori të ardhurash të qëndrueshme dhe të parashikueshme, zakonisht të përfituara nga sisteme pensionale të vendeve të Bashkimit Evropian ose OECD-s. Përjashtimi nga tatimi mbi këto të ardhura e bën më tërheqës nga pikpamja fiskale Shqipërinë si vend rezidence, si dhe sjell rritje të shpenzimeve lokale si qira, shërbime, ushqim, shëndetësi private, turizëm e të tjera. Për më tepër, pensionistët e huaj konsiderohen si blerës potencial të banesave, investitor të vegjël në shërbime dhe turizëm, dhe në këtë këndvështrim, përjashtimi propozuar synon të rrisë sigurinë financiare për vendosje afatgjatë dhe të stimulojë investime private, pa nevojë për incentiva direkte buxhetore. Ky konsum krijon efekt shumëzues në ekonomi, duke gjeneruar të ardhura indirekte për buxhetin si TVSH, taksa lokale, kontribute indirekte. Duke qenë se këto të ardhura nuk janë përfituar nga skema shqiptare e sigurimeve shoqërore dhe këta persona nuk kanë kontribuar historikisht në sistemin vendas, projekt ligji vlerëson se përjashtimi nga tatimi nuk krijon barë shtesë mbi buxhetin e sigurimeve shoqërore apo detyrime afatgjata për shtetin shqiptar. Kjo bën që ky propozim të mos ketë rrezik buxhetor krahasuar me përjashtimet të tjera tatimore. Nga pikpamja makroekonomike, ekonomia vendase pritet të përfitojë ndjeshëm. Ardha e këtyre rezidentëve do të rrisë konsumin, investimet në pasuri të paluajtshme dhe kërkesë për shërbime, të cilat gjenerojnë të ardhurat të konsiderueshme për shtetin, përmes tatimit mbi vlerën e shtuar dhe taksave të tjera të konsumit. Qeveria do të forcojë rregullat për deklarimin e parave kesh në kufi, ndërsa përcaktohet edhe masa e gjobave që do të aplikohet nëse nuk përmbushet detyrimi. Qytetarët që lëvizin në pikat kufitare me para kesh në vlera mbi 10.000 euro për te detyrimit që kanë për të deklaruar ato pranë autoriteteve doganore dhe për t'i bërë të disponueshme për kontroll. Referuar projekt ligji të hedhur për konsultim publik për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, deklarata duhet të përmbajtë të dhëna të plota të mbajtësit të parave, të pronarit, si dhe të marrësit të synuar të parave kesh. Kur parat kesh janë të pashoqëruara, autoriteti doganor mund të kërkojë që dërguesi ose marrësi i tyre ose një përfaqësues sipas rastit të bëjë deklaratë informuese brenda një afati për 30 ditësh. Autoriteti doganor mund të bllokojë parat kesh derisa dërguesi ose marrësi apo përfaqësuesi të bëjë deklaratën informuese. Po ashtu deklarata duhet të përmbajë të dhëna shtëruesit të deklaruesit, dërguesit dhe marrësit. Për të verifikuar përmbushjen e detyrimit për deklarimin e parave kesh të shoqëruara apo të pashoqëruara, autoritetet doganore kryen kontrollet e individëve, bagazheve dhe mjeteve të tyre të transportit, sipas legjislacionit në fuqi. Kur autoritetet doganore zbulojnë një mbajtës me një shumë parash kesh nën pragun 10.000 euro dhe ka të dhëna se parat kesh janë të lidhura me veprimtari kriminale, do ta regjistrojnë këtë informacion dhe të dhënat e kërkuara, si në rastin mbi këtë kufi. Në këtë rast, kur ka dyshime të tilla, autoritetet doganore mund të bllokojnë përkohësisht parat kesh me anë të një vendimi administrativ në përputhje me legjislacionin. Periudha e bllokimit të përkohshëm nuk duhet të kalojë 30 ditë. Pasi autoritetet doganore bëjnë një vlerësim të plotë të nevojës dhe proporcionalitetit të një bllokimi të përkohshëm të mëtejshëm, ata mund të vendosin ta zgjasin periudhën deri në 90 ditë. Kur nuk merret vendim brenda afatit për bllokim të mëtejshëm të parave kesh, ose nëse përcaktohet se rrethanat e çështjes nuk justifikojnë një bllokim të mëtejshëm, parat kesh do t'i kthehen menjëherë personit të cilit ju bllokuan. Në rast se autoritetet doganore konstatojnë mosdeklarim si në rastet e parashikuara më sipër, vendosin gjobe e cila llogaritet si përqindje mbi vlerën. Konkretisht, 30% e shumës mbi 10.000 euro, kur shuma në total e parave kesh është jo më shumë se 20.000 euro.
Gjithsesi kjo gjobë nuk mund të jetë më pak se 500 euro. 40% e shumës mbi 10.000 euro, kur shuma në total e parave kesh është më shumë se 20.000 euro, por jo më shumë se 50.000 euro. Dhe 50% e shumës mbi 10.000 euro, kur shuma në total e parave kesh është më shumë se 50.000 euro. Kur autoritetet doganore dyshojnë se mosdeklarimi përbën vepër penale për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, kallëzimi penal bashkë me dosjen përkatëse u transferohet autoriteteve gjyqësore kompetente për procedim penal të mëtejshëm brenda 72 orëve nga çasti i verifikimit të shkeljes. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka prezantuar planet mjedisore dhe sociale për projektin e financuar nga Banka Botërore. Ky projekt synon të transformojë pika doganore përmes teknologjisë dhe infrastrukturës moderne. Rritja e efikasitetit në tregtinë rajonale dhe eliminimi i barrierave fizike dhe burokratike në kufi është tashmë një prioritet i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Përmes projektit të lehtësimit të tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria hyn në një fazë të re të modernizimit të korridoreve kryesore tregtare. Në fokus të këtij investimi, të mbështetur nga Banka Botërore, është implementimi i sistemeve të avancuara digjitale. Ky proces synon të thjeshtojë procedurat doganore dhe të reduktojë kohën e pritjes për mjetet e transportit, duke u dhënë një frymarrje bizneseve eksportuese dhe importuese. Aktualisht Ministria ka vënë në dispozicion të publikut dhe palëve të interesit planin e angazhimit të palëve të interesuara dhe planin e angazhimit mjedisor dhe social. Këto dokumente garantojnë që çdo ndërhyrje infrastrukturore do të kryhet në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, duke ruajtur ekuilibrat mjedisor dhe duke përfshirë komunitetet lokale në vendimarrje. Përveç përmirësimit të infrastrukturës fizike në pikat kufitare, projekti synon forcimin dhe koordinimin institucional mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Integrimi rajonal nuk shihet vetëm si një qëllim politik, por si një nevojë ekonomike për të krijuar një treg më të madh dhe më tërheqës për investimet e huaja. Zbatimi i këtij projekti pritet të ketë një impakt të drejtpërdrejtë në ekonominë shqiptare, duke ulur kostot logjistike dhe duke pozicionuar Shqipërinë si një nyje kyçe në transportin rajonal. Shqipëria renditet e 23-ta në transformimin ekonomik dhe e 20-ta në aspektin politik, duke treguar performancë mesatare. Stabiliteti financiar dhe tregu vlerësojnë pozitivisht, por e drejta e pronësisë mbetet sfidë. Shqipëria renditet në vendin e 23 për sa i përket transformimit ekonomik mes 137 shteteve të marra në shërtim. Gjendja e transformimit ekonomik sipas indeksit të BTI matet sipas 7 kritereve, të cilat bazohen në një total prej 14 treguesish. Disa nga treguesit masin jo vetëm performancën ekonomike, por edhe politikën e konkurrencës dhe të drejtat e pronësisë. Indeksi gjithashtu përfshin sigurimin dhe kompensimin shoqëror, barazinë e mundësive dhe qëndrueshmërinë. Në aspektin e zhvillimit socio-ekonomik, Shqipëria vlerësohet me 6 pikë. Një tregues që nënvizon nevojën për përmirësim të mëtejshëm të standardeve të jetesës, të ardhurave dhe aksesit në shërbime cilësore për qytetarët. Nga ana tjetër, organizimi i tregut dhe niveli i konkurrencës paraqiten si një pikë e fortë me 8.3 pikë. Ky rezultat sugjeron një mjedis relativisht të hapur dhe funksional për biznesin. Kundërmarrjet operojnë në kushte konkurruese dhe me më pak barriera krahasuar me fushat e tjera. Edhe më pozitiv paraqitet stabiliteti monetar dhe fiskal, i cili vlerësohet me 8.5 pikë. Ky indikator tregon se vendi ka arritur të ruajë një nivel të qëndrueshëm të politikave financiare, duke menaxhuar inflacionin dhe borxhin publik në mënyrë relativisht të kontrolluar. Megjithatë, një nga pikat më problematike mbetet ajo e pronës private, e cila vlerësohet me vetëm 6.5 pikë. Kjo tregon se çështjet që lidhen me të drejtat e pronësisë, regjistrimin dhe sigurinë juridike vazhdojnë të jenë sfiduese dhe kërkojnë reforma më të thella institucionale. Sa i përket regjimit të mirëqenies, Shqipëria merr 7.5 pikë, duke reflektuar një nivel mesatar të mbrojtjes sociale dhe shërbimeve publike. Në aspektin politik dhe institucional, Shqipëria renditet në vendin e 20, me një vlerë totale prej 7.7 pikësh, duke treguar një performancë relativisht të qëndrueshme krahasuar me vendet e tjera në listë. Një nga pikat më të forta është funksionimi i shtetit, i cili vlerësohet me 9.5 pikë, duke reflektuar kontroll të mirë institucional dhe kapacitet të shtetit për të ushtruar autoritetin në territor. Jildi i bonove 12 mujore ka rënë në 2.48%, ndikuar nga kërkesa e lartë e investitorëve që te i kaloi ofertën dhe uli kthimet. Nivelet e ulta të interesit ulin edhe kostot e kredisë. Aktualisht fitimet nga investimi në bono thesari 12 mujore rezultojnë të jenë shumë të ulëta. Në ankandin e fundit, jildi mesatari ponderuar zbriti në 2.48%, poshtë normës bazë të interesit, ndërsa në ankandin e zhvilluar pak javë më parë, jildi ishte pak më i lartë,
2.53%. Përse përket kërkesës së investitorëve, të dhënat tregojnë se ka qenë e lartë. E thënë ndryshe, kërkesa e tyre për pjesëmarrje ka qenë më e madhe se shuma e shpallur për financim. Konkretisht, shuma e shpallur për financim ishte 7.8 miliard lek, ndërsa vlera totale e kërkesave në ankand arriti në 11.2 miliard lek. Kjo mbi kërkesë ka ulur yieldin sepse investitorët janë të gatshëm të pranojnë kthime më të ulëta për të siguruar pjesëmarrje në instrumente të sigurta. Mbajtja e normës bazë të interesit në 2.5% jep ndikimin e tij në rënien e mëtejshme të yieldit të bonove 12 mujore. Kështu, norma mesatare e interesit për bono 12 mujore ka rënë shumë poshtë normës bazë të interesit. Niveli ulët i interesit të bonove nënkupton edhe kosto më të lira për kredi në lek, e cila ndikon në zgjerimin e huadhënies bankare. Nga ana tjetër, qeveria mund të financojë borxhin e brendshëm me kosto më të lirë. Yeldi përfaqëson kthimin vjetor që realizon investitori nga mbajtja e një instrumenti financiar deri në maturim. Në rastin e bonove të thesarit 12 mujore, ky kthim realizohet nga diferenca midis çmimit të blerjes dhe vlerës nominale në maturim. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri me dije se qeveria do të subvencionojë transportin publik pas rritjes së çmimit të karburantit. Burime nga sektori bëjnë me dije se është propozuar një skemë e përkohshme subvencioni që mund të arrijë deri 50 lekë për litër në një periudhë 3 mujore. Një ditë pasi operatorët e transportit urban dhe interurban reduktuan me rreth 40% flotën e autobusëve në qarkullim, si reagim ndaj rritjes së çmimit të karburantit, qeveria ka sinjalizuar ndërhyrje me masa mbështetëse për sektorin. Në një takim me përfaqësues të shoqatave të transportit, ministrat përgjegjës dhe drejtues vendor, është diskutuar mundësia e subvencionimit të transportit publik me qëllim rikthimin e shërbimit në normalitet. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri me dije se qeveria do ta subvencionojë, duke rikthyer në normalitet këtë shërbim të domosdoshëm për qytetarët. Ndërkaq, burime nga sektori bëjnë me dije se është propozuar një skemë përkohshme subvencionimi që mund të arrijë deri në 50 lekë për litër për një periudhë 3 mujore, ndërsa paralelisht pritet të diskutohen edhe masa të tjera lehtësuese, përfshirë taksat dhe kostot fiskale që rëndojnë mbi operatorët. Po ashtu bëhet me dije se është dakordsuar që transporti të kthehet në normalitet. Kjo nuk do të jetë hera e parë që aplikohet një skemë kompensimi, pasi në vitin 2022 transporti publik u përfshi në paketën e rezistencës sociale, një ndërhyrje direkte e qeverisë për të përballuar efektet e rritjes së kostove. Në atë kohë u vendos që shoqëritë e transportit për linjat qytetase, rreth qytetase dhe ndërqytetase të kompensoheshin me 100 lekë për litër. Efekti financiar i kësaj mase arriti në rreth 430 milion lekë, të përballuara nga fondi kontingjencës i paketës së rezistencës sociale për vitin 2022. Kajo po bashkëpunon me kompani private për prodhimin, montimin dhe riparimin e mjeteve lundruese ushtarake, civile dhe pa pilot, duke shënuar për herë të parë përfshirjen e Shqipërisë në këtë industri. Marrëveshjet parashikojnë investime të mëdha private, transferim teknologjie dhe rol kontrollues të Kajos në shoqëritë e përbashkëta. Kompania shtetërore shqiptare Kajo, përgjegjëse për prodhimin dhe tregtimin e armëve, po bashkëpunon me 2 kompani të tjera private për ndërtimin e mjeteve motorike lundruese, ushtarake dhe civile, si dhe të dronëve. Kjo është hera e parë që Shqipëria përfshihet në prodhim, montim dhe riparim të mjeteve lundruese, të cilat do të jenë në shërbim të forcave të armatosura, strukturave të tjera të sigurisë dhe civileve. Por çfarë do të përfshin konkretisht këto marrëveshje? Fillimisht, në rastin e prodhimit të dronëve, Kajo do të ketë jo më pak se 25% të aksioneve kur të krijohet shoqëria e përbashkët me kompaninë private. Si në çdo bashkëpunim tjetër me kompanitë private, Kajo do të ofrojë vetëm pasuri të luajtshme ose të paluajtshme. Për prodhimin e dronëve, Kajo do të kontribuojë me pasuri të paluajtshme në masën jo më pak se 1000 m2, ndërsa kompania private duhet të ofrojë për 3 vite një vlerë investimi jo më të ulët se 30 milion euro, të punësojë jo më pak se 35 punonjës, të ofrojë linja teknologjike të prodhimit të mjeteve fluturuese pa pilot dhe të sigurojë rrjetin e shpërndarjes së produkteve në rast eksporti. Në të dyja rastet, administratori i shoqërisë së përbashkët do të përzidhet nga Kajo. Në shoqërinë e përbashkët që do të krijohet për ndërtimin dhe riparimin e mjeteve motorike lundruese, ushtarake dhe civile, Kajo do të ketë jo më pak se 40% të aksioneve. Pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të ndodhura në kantierin detar të Pashalimanit do të vijnë në dispozicion, ashtu si në marrëveshjen e Kajos me Fin Kantierin për prodhimin e anijeve ushtarake.
Subjekti privat do të transferojë njohuri teknike si dhe praktika operacionale dhe të procedurave të brendshme, lidhur me ndërtimin e riparimin e mjeteve lundruese, projekte dhe kontrata, burime njerëzore dhe mbështetje teknike e logjistike, trajnime të personelit shqiptar, asistencë për përshtatjen e kurrikulave mësimore, lidhur me këtë aktivitet, si dhe sigurimin e rrjetit të shpërndarjes së mjeteve motorike lundruese detare në rast eksporti. Në Shqipëri pritet të krijohet fondi kombëtar i mjedisit si instrument financiar publik për mbështetjen e të gjitha projekteve në këtë fushë. Sipas projektligjit të nxjerrë për konsultim publik, fondi do të funksionojë si një mekanizëm i centralizuar financiar. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik disa ndryshime në ligjin për mbrojtjen e mjedisit, që parashikojnë për herë të parë krijimin e një fondi kombëtar të mjedisit si instrument financiar publik për mbështetjen e projekteve në këtë fushë. Sipas projektligjit, fondi do të funksionojë si një mekanizëm i centralizuar financiar që do mbështesë politikën kombëtare të mbrojtjes së mjedisit dhe do administrohet nga Ministria Përgjegjëse për Mjedisin. Burimet e financimit do përfshin buxhetin e shtetit, financime vendase dhe të huaja, si dhe të ardhurat të tjera dytësore. Ndryshimet ligjore parashikojnë që përmes këtij fondi të financohen projekte dhe veprimtari në fushën e mjedisit, si nga subjekte publike dhe private, ashtu dhe iniciativa të vetë ministrisë apo agjensive në varësi. Skema e financimit mund të mbulojë deri në 100% të kostos së projekteve të miratuara. Në relacionin shoqërues theksohet se krijimi i fondit vjen si përgjigje ndaj mungesës së një mekanizmi të qëndrueshëm financiar të dedikuar për mjedisin, duke qenë se aktualisht financimet janë të fragmentuara dhe jo të koordinuara. Sipas dokumentit, kjo situatë ka kufizuar efektivitetin dhe vazhdimsinë e politikave mjedisore në vend. Projektligji synon gjithashtu të vendosë procedura të qarta për përzgjedhjen dhe miratimin e projekteve përmes një strukture kolegjiale pranë ministrisë, me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në përdorimin e fondeve publike. Sipas ministrisë, ky mekanizëm pritet të rrisë kapacitetet për financimin e projekteve mjedisore, të mobilizojë burime financiare vendase dhe ndërkombëtare dhe të mbështesë objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe integrimit evropian, veçanërisht në kuadër të kapitullit 27. Në fund të vitit 2025, tregu i reklamave online në Shqipëri dominohet nga platformat Facebook dhe Instagram që arrin edhe audiencën më të madhe dhe depërtimin më të lartë në popullat. Në fund të vitit 2025, tregu i reklamave në rrjetet sociale në Shqipëri u udhëhoq nga platformat e metas, me Facebook dhe Instagram si kanalet kryesore për audiencën dhe marketingun digital. Sipas të dhënave të publikuara nga Data Report, Facebook kishte rreth 1.3 milion përdorues në Shqipëri, ndërsa rritje i reklamave të tij ishte barabartë me 47% të popullsisë totale të vendit. Audienca e reklamave në Facebook përbëhej kryesisht nga meshkuj me 59.8%, ndërsa femrat përfaqësonin 38.3% të përdoruesve të rritur të targetuar. Instagram nga ana tjetër rezulton edhe më i fuqishëm në depërtim. Platforma kishte rreth 1.35 milion përdorues në fund të vitit 2025, ndërsa rritja e saj përbënte 55.2% të bazës së përdoruesve të internetit në vend pavarësisht moshës. Struktura gjinore e audiencës së reklamave në Instagram ishte më e balancuar, me 45.2% femra dhe 52.5% meshkuj. Këto të dhëna tregojnë se Instagram ka fituar tashmë popularitetin maksimal në vend, ndryshe nga viti i shkuar ku udhëhiqte Facebook. Ndërkohë LinkedIn ka shënuar rritje të qëndrueshme në Shqipëri. Audienca e tij potenciale për reklama u rrit me rreth 70.000 përdorues gjatë vitit 2025, ndërsa vetëm në 3 mujorin korrik tetor u shtuan edhe 10.000 përdorues të rinj. Megjithatë, këto të dhëna bazohen në antarësime të regjistruara dhe jo domosdoshmërisht në përdorim aktiv. Edhe platforma X ka regjistruar rritje në audiencën e reklamave, me një shtesë për 26.000 përdorues gjatë vitit dhe një rritje të fortë në periudhën korrik tetor 2025, ku audienca u rrit me 61.000 përdorues. Megjithatë, të dhënat e X mbeten më të paqëndrueshme, me luhatje të ndjeshme që mund të ndikojnë në interpretimin e trendit. Taksat energjisë elektrike mund të ulen sipas një propozimi të ri të Bashkimit Evropian për të kompensuar ndikimin e luftës së Iranit në çmimet e energjisë. Propozimi pritet përfshi dhe plane për uljen e varësisë së Bashkimit Evropian nga lëndët djegëse fosile.
Taksat e energjisë elektrike mund të ulen sipas një propozimi të ri të Bashkimit Evropian për të kompensuar ndikimin e luftës së Iranit në çmimet e energjisë. Një projekt propozim i Komisionit Evropian, që pritet të publikohet më 22 prill, përshkruan masat për të frenuar faturat e energjisë. Pritet gjithashtu të përfshi plane për uljen e varësisë së Bashkimit Evropian nga lëndët djegëse fosile për të mbrojtur më mirë shtetet anëtare nga goditjet energjetike. Po paguajmë një çmim shumë të lartë për varësinë tonë të tepërt nga lëndët djegëse fosile, tha këtë javë presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ndërsa çmimet e naftës u rritën përsëri mbi $100 për fuqi. Çmimet e gazit natyror në Evropë janë rritur me më shumë se 70% që nga fillimi i konfliktit me ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalojnë rreth 20% të rrjedhës globale të naftës, që është praktikisht e mbyllur. Meqense çmimet me shumicë të energjisë elektrike në të gjithë Evropën përcaktohen kryesisht nga kostoja e energjisë së prodhuar me gaz, rritja e çmimeve të gazit që nga fillimi i konfliktit është ndikuar drejt për drejt në faturat e energjisë elektrike. Aktualisht, taksat mbi energjinë elektrike janë shumë më të larta se ato mbi lëndët djegëse fosile në shumicën e vendeve evropiane, pavarësisht ndikimit klimatik të naftës dhe gazit. Sipas Eurostat, çmimi mesatar i energjisë elektrike për familjet në Bashkimin Evropian ishte rreth 0.29 euro për kilowattor në fillim të vitit 2025, ndërsa çmimet e gazit për familjet ishin mesatarisht vetëm 0.11 euro për kilowattor, që do të thotë se energjia elektrike kushton afërsisht 2 herë gjysmë më shumë për njësi. Vitin e kaluar, pothuajse 28% e faturës mesatare të energjisë elektrike të konsumatorit evropian shkoi për taksa. Ky boshllok nuk është i rastësishëm. Pjesërisht, taksat e energjisë elektrike janë të larta, pasi qeverit i përdorin ato për të financuar politikat e energjisë së rinovshme dhe mjedisore. Historikisht, çmimet më të ulta të gazit synonin gjithashtu ta mbanin ngrohjen dhe transportin e varur nga lëndët djegëse fosile të përballueshme. Por meqense këta sektor po elektrizohen gjithnjë më shumë, kritikët thonë se kjo po dekurajon në mënyrë aktive kalimin në energji më të pastër. Komisioni Evropian ka argumentuar se ulja e taksave të energjisë elektrike është çelësi për të inkurajuar një kalim nga lëndët djegëse fosile. Megjithatë, rregullat e Bashkimit Evropian për taksat e energjisë elektrike nuk kanë ndryshuar që nga viti 2003 dhe përpjekjet për të ndryshuar ato kanë ngecur vazhdimisht. Në nëntor 2025, një propozim për reformën tatimore nuk arriti të merrte mbështetjen e kërkuar unanime të shteteve anëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shndruan eksportues neto të naftës pa përpunuar javën e kaluar për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Në bazë vjetore, SHBA ishin eksportuese neto të naftës pa përpunuar për herë të fundit në vitin 1943. SHBA u shndrua në një eksportues neto të naftës së papërpunuar javën e kaluar për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, ndërsa dërgesat u rritën pranë një niveli rekord për të përmbushur kërkesën nga blerësit aziatik dhe evropian që përpiqen të zëvendësojnë furnizimet e lindjes së mesme të ndërprerura nga lufta e Iranit. Rafineritë në Azi dhe Evropë që varen nga këto furnizime kanë blerë ngarkesa alternative nga kudo që të munden, duke rritur ndjeshëm kërkesën për naftë nga SHBA-ja, prodhuesi më i madh në botë. Megjithatë, analistët dhe tregtarët thonë se SHBA po i afrohen me shpejtësi kapacitetit të tyre të eksportit. Importet neto të naftës bruto ose diferenca midis importeve dhe eksporteve u ngushtua në 66.000 fuqi në ditë javën e kaluar, më e ulta e regjistruar ndonjëherë në të dhënat javore që datojnë që nga viti 2001, sipas të dhënave të qeverisë amerikane të publikuara të mërkurën, ndërsa eksportet u rritën në 5.2 milion fuqi në ditë, më e larta në 7 muaj. Në bazë vjetore, SHBA ishin eksportuese neto të naftës pa përpunuar për herë të fundit në vitin 1943, treguan të dhënat. Rritja e eksporteve të naftës pa përpunuar në SHBA është dëshmi se blerësit e pellgut të Atlantikut dhe ata aziatik po kërkojnë më shumë furnizime të disponueshme me ndryshimet rajonale të çmimeve të naftës që kompensojnë kostot e transportit. Vende të tilla si Greqia kanë blerë naftë bruto amerikane për herë të parë në muajt e fundit, rreth 2.4 milion fuqi në ditë, ose rreth 47% e eksporteve amerikane javën e kaluar lundruan drejt Evropës, sipas shërbimit të ndjekjes së anijeve Kepler. Rreth 1.49 milion fuqi në ditë, ose rreth 37% u drejtuan drejt Azisë nga 30% një vit më parë. Blerësit kryesor përfshinin Hollandën, Japoninë, Francën, Gjermaninë dhe Korenë e Jugut. Ndërkohë, importet në SHBA randën më shumë se 1 milion fuqi në ditë në 5.3 milion fuqi në ditë javën e kaluar. SHBA-t ende importojnë shumë nga nafta e tyre bruto, pasi rafineritë e tyre janë të projektuara për të marrë lloje më të rënda dhe më të tharta të naftës, sesa nafta e lehtë e ëmbël që prodhon. 100 kompanit më të mëdha të naftës dhe gazit në botë fituan më shumë se $30 milion çdo orë në muajin e parë të luftës SHBA Izrael kundër Iranit.
Konflikti e çoi edhe çmimin e naftës në një mesatare prej $100 për fuqi në muajin mars. 100 kompanit më të mëdha të naftës dhe gazit në botë fituan më shumë se $30 milion çdo orë në muajin e parë të luftës Shtetet e Bashkuara Izrael kundër Iranit. Saudi Aramco, Gazprom dhe ExxonMobil janë ndër përfituesit më të mëdhenj të këtij bonusi. Konflikti e çoi çmimin e naftës në një mesatare prej $100 për fuqi në mars, duke sjellë fitime të papritura të luftës për muajin prej $23 miliard për kompanitë. Furnizimet me naftë dhe gaz do të duhen muaj për të rikthyer në nivelet e paraluftës dhe kompanitë do të fitojnë $234 miliard deri në fund të vitit, nëse çmimi i naftës vazhdon të jetë mesatarisht $100. Një analizë përdor të dhëna nga një ofrues kryesor i inteligjencës Rystad Energy, të analizuara nga Global Witness. Fitimet e tepërta vijnë nga xhepat e njerëzve të zakonshëm, pasi ata paguajnë çmime të larta për të mbushur automjetet dhe furnizuar me energji shtëpitë e tyre, si dhe nga bizneset që përballen me fatura më të larta të energjisë. 10 vende kanë ulur taksat e karburantit për të ndihmuar konsumatorët në vështirësi, që do të thotë se këto vende po mbledhin më pak para për shërbimet publike. Aramco është padyshim fituesi më i madh, i cili vlerësohet të ketë një fitim prej $25.5 miliard në vitin 2026, nëse çmimi mesatar i naftës është $100. Kjo është përveç fitimeve të mëdha që zakonisht bën kompania saudite, $250 milion në ditë midis viteve 2016 dhe 2023. Tre kompani ruse, Gazprom, Rosneft dhe Lukoil, pritet të fitojnë rreth $23.9 miliard nga lufta në Iran deri në fund të vitit. ExxonMobil do të marrë $11 miliard fitime nga lufta në vitin 2026, nëse çmimi për $100 vijon. Shell do të marrë një rritje për $6.8 miliard. Vlera të dy kompanive ashtu si e të tjerave është rritur ndjeshëm për shkak të rritjes së çmimeve të aksioneve në muajin pas fillimit të luftës në Iran. ExxonMobil vlen $118 miliard më shumë, ndërsa Shell $34 miliard më shumë. Sipas analizës, Chevron është në rrugën e dur për të nxjerrë fitime të papritura prej $9.2 miliard nga lufta në Iran. Sipas FMN-s, vendet duhet heqin dorë nga subvencionet e karburantit për të ndihmuar qytetarët e tyre të përballen me mungesën e naftës dhe rritje përkatëse të çmimeve të energjisë dhe në vend të saj të zgjedhin transferta të përkohshme të synuara parash. Lufta në lindjen e mesme ka intensifikuar presionet mbi një situatë fiskale globale tashmë të brisht, me norma më të larta interesi dhe rritje të çmimeve të energjisë që tashmë kanë nxitur thirrje për mbështetje në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim, thatë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas institucionit, vendet duhet të heqin dorë nga subvencionet e karburantit për të ndihmuar qytetarët e tyre të përballen me mungesën e naftës dhe rritjen përkatëse të çmimeve të energjisë, dhe në vend të kësaj duhet të zgjedhin transferta të përkohshme dhe të synuara parash. FMN uli parashikimin e ekonomisë për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë të shkaktuara nga lufta dhe ndërprerjeve të furnizimit, duke thënë se ekonomia globale mund të shkojë në prag të recesionit nëse lufta zgjerohet dhe nafta qëndron mbi $100 për fuqi deri në vitin 2027. Sipas FMN, vendosja e kontrolleve të eksportit, shkalla e dëmtimit të infrastrukturës energjetike dhe aftësia vendeve të tjera për të rritur prodhimin e naftës do të përcaktojnë ndikimin e luftës dhe implikimet e saj politike. Pasi të lehtësohen tensionet aktuale, ishte thelbësore që vendet të qëndrojnë të përqendruara në sfidat afatmesme në një mjedis politik, në një mjedis ku borxhi publik vazhdon të rritet, i nxitur nga shpenzimet e zgjeruara të përhershme në programet e ndihmës sociale ose të ardhurat e reduktuara, veçanërisht në disa nga ekonomitë më të mëdha. Këshilla e FMN ishte e thjeshtë: rindortoni rezervat fiskale sapo kushtet të stabilizohen dhe bëjeni këtë pa vonesë. Borxhi qeveritar global arriti në 93.9% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2025, gati 2 pikë përqindje më shumë nga 92% të një viti më parë, dhe pritet të arrijë në 100% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2029, një vit më herët se sa pritej më parë. Ekonomia e Kinës u rit më shpejt se çpritej në tremiorin e parë të vitit me 5% pavarësisht rrezikave globale të shkaktuara në Iran. Sipas analistëve, ndikimi plot i luftës do të shihet në tremiorin e dytë për shkak të ndërprerjeve tregtare të shkaktuara nga konflikti. Ekonomia e Kinës u rrit më shpejt se sa pritej në tremujorin e parë të vitit, pavarësisht rrezikave globale të shkaktuara nga lufta Shtetet e Bashkuara Izrael me Iranin. Produkti brendshëm bruto u rrit me 5% në bazë vjetore, krahasuar me parashikimet e ekonomistëve për një rritje prej rreth 4.8%. Kjo performancë vjen pavarësisht konfliktit në lindjen e mesme, i cili shpërtheu më 28 shkurt dhe ka shkaktuar ndërprerje serioze në tregjet globale të energjisë, duke prekur veçanërisht ekonomitë aziatike. Sipas analistëve, ndikimi plot i luftës në Iran ende nuk është
parë, duke parashikuar se prodhimi brendshëm bruto në tremujorin e ardhshëm mund të dobësohet për shkak të ndërprerjeve tregtare të shkaktuara nga konflikti. Objektivat e fundit të rritjes dhe udhëzimet ekonomike të Kinës u njoftuan në mars si pjesë e planit të saj të ri 5 vjeçar. Pekini u zotua të investojë shumë në inovacion, teknologji të përparuara dhe në rritjen e konsumit të brendshëm. Partia Komuniste në pushtet po përpiqet të riformësojë ekonominë, e cila po përballet me konsum të dobët, kurrje demografike dhe një krizë të zgjatur në tregun e pasurive të paluajshme. Në nivel ndërkombëtar, Kina po përballet me mungesa energjie për shkak të luftës në Iran, por edhe me tensione tregtare, përfshirë tarifat politike të presidentit amerikan Donald Trump. Aktualisht shumica e produkteve kineze nënshtrohen një tarife prej 10% në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, sekretari i thesarit amerikan tha se tarifat mund të kthehen në nivelet e mëparshme deri në fillim të korrikut, pas një vendimi të gjykatës së lartë që hoqi shumicën e taksave të importit. Pekini publikoi gjithashtu të dhënat mujore të eksportit për marsin, të cilat treguan një ngadalësim të ndjeshëm të rritjes, ndërsa konflikti rriti inflacionin dhe frenoi shpenzimet e konsumatorëve, ndërsa importet u rritën me gati 28% në mars, duke lënë suficitin tregtar të Kinës në pak mbi 50 miliard dollar, niveli më i ulët në më shumë se një vit. Kjo rritje atribuohet një rritje globale të kostove për shkak të luftës në Iran. Qeveria zvicerane synon të shtrëngojë kufizimet për blerjen e pronave nga të huajt, ndërsa vendi përballet me mungesën e banesave. Sipas propozimeve, shtetasit nga vendet jashtë Bashkimit Evropian dhe EFTA-s do të kenë nevojë për autorizim për të blerë një vendbanim kryesor në Zvicër. Qeveria zvicerane synon të shtrëngojë kufizimet për blerjet e pronave nga të huajt, ndërsa vendi përballet me mungesë banesash. Sipas propozimeve të dërguara për konsultim deri më 15 korrik, shtetasit nga vendet e jashtë Bashkimit Evropian dhe EFTA do të kenë nevojë për autorizim për të blerë një vendbanim kryesor në Zvicër, tha Këshilli Federal në një deklaratë. Sipas propozimit, këta pronar do të duhet gjithashtu të shesin pronën e tyre brenda 2 viteve nëse largohen nga Zvicra. Qeveria po synon gjithashtu rregulla më të rrepta për blerjet e pasurive të patundshme komerciale nga jashtë, duke lejuar përjashtime vetëm nëse blerësi operon biznesin drejt për drejt. Sipas deklaratës, ajo dëshiron gjithashtu të kufizojë blerjet e shtëpive të pushimeve dhe hoteleve me apartamente, duke ulur kuotat vjetore për kantonet dhe kërkuar autorizim për shitjet midis blerësve të huaj. Masa do të jepë në fund leje së përgjithshme për të huajt për të blerë aksione në kompani të listuara në bursë të pasurive të patundshme banesore dhe në fonde të caktuara të pasurive të patundshme. Qeveria tha se ndryshimet synojnë të rifokusojnë ligjin Lex Kolar, ligjin federal mbi pronësinë e shtëpive nga të huajt, në qëllimin e tij origjinal dhe janë gjithashtu pjesë e një pakete më të gjerë të miratuar nga qeveria së bashku me refuzimin e iniciativës popullore Jo 10 milion Zvicër, e cila kërkon të kufizojë imigracionin dhe do të shkojë në një votim barkombëtar më 14 qershor. Ligji Lex Kolar i prezantuar në vitin 1983 kufizon numrin e pronave në Zvicër që të huajt mund të blejnë. Ai u hartua për të parandaluar pronësinë për të huaj, për të zvogluar spekulimet dhe për të ndihmuar në mbajtjen e strehimit të përballueshëm për banorët zviceran. Vlen disa përjashtime, duke përfshirë pronat komerciale, rezidencat kryesore për mbajtësit e lejeve BDC dhe disa qytetarë të Bashkimit Evropian dhe EFTA. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në faqen tonë në internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë më takofsh.